Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore dhe Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale. Demokratët dhe socialistët i bashkuan votat, ku projekt vendimi për zgjedhorën u miratua me 113 vota pro dhe 3 vota kundër, ndërsa territorialja me 115 vota pro dhe 3 kundër. Ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Është e qartë, keni vetëm një qëllim, që pasi keni vjedhur së bashku për 35 vjet, të vazhdoni të vjedhni së bashku. Kjo po ndodh. Dhe këtë do bëni. Dhe ky do jetë rezultati i këtij komisioni të turpshëm. Janë përfshirë të gjitha partitë. Ata që e kanë parlamentin shkollë nate si puna jote, nuk e kuptojnë këtë që po them unë, se ti nuk dit lexosh. Lexoje. Gënjeve publikun kur the nuk je. Kemi bërë një zgjedhje për të përfshirë edhe ty, duke futur dhe partitë me 2 mandate. Njeriu vendos që edhe të ikë nga një karrik. Nëse ligji që detyron për të zbatuar bie në kundërshtim me vendimin politik të majorancës. Unë, zoti kryetar, kam votuar kundër prokurorëve të përgjithshëm të propozuar nga majoranca kur ishte kryetar e parlamentit. Doktor Sali Berisha. Dhe të thonë se gënjej. Janë vendime të vështira, por janë vendime që njeriu i merr në bazë të ndërgjegjës. Ke vetëm një zgjidhje, rregullore. Sa herë të rrshasësh nga rregulloria, këtu do ketë kaos. Socialisti Damian Gjiknuri foli për gazetarët jashtë ambienteve të kuvendit, teksa u pyet për ngritjen e 2 komisioneve. Mendoj që fokusi i parë duhet jetë ligji për financimet, meqense është dhe i kërkesë e Bashkimit Evropian. Komisioni i Reformës Zgjedhore do të trajtojë të gjitha rekomandimet e Odirit, siç ka trajtuar më parë. Aty është një tango, se kemi edhe një opozitë e cila në fundit ka drejtat dhe kërkesat e saj, kështu që unë do bëj çmos jap garanci për një gjë që do t'i dëgjoj. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore do drejtohet nga 2 bashkëkryetarë dhe me numër të barabartë antarësh. Projekt vendimi sqaron se vendimet e këtij komisioni do të miratohen me shumicën e votave të antarëve dhe konsensusin e bashkëkryetarëve.